do t'ju tregoj një rast shumë interesant çfarë ka ndodhur mas vdekjes Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë një tabiin, një Damdam el-Yamami, prej një vendit rrethit në Gadishullën Arabik, Yamam, një farvendi, territor. Po tha një ditë që ky njeri, Abu Damdam el-Yamami, po tha në xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur hyna një plak me mjekër, që aty një mjekër, një plak i vjetër, i vjetruar. Po më thët, eja këne djalesh, eja. Ju afrova, më tha, më zgabo, tha, mi thonë, kuj, Allahu ty nuk të shtin xhenet kur. Edhe më zgabo, mi thonë, kuj ti, Allahu ty s'ta pranon. Edhe Allahu ty s'ta fal. Sa kush je ti që po më mësojsh këtu? Kush je ti? Ati plakut me mjekër. Tha, unë jam Ebu Hurajra. Ebu Hurajra është transmetuesi më i madh i fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka jetuar mas Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, po ka qenë prezent me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka qenë shumë i aftë dhe shumë talent dhe shumë inteligjent, është më i madhi transmetuesi i haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Hurajra. Thot, kush je ti? Tha, unë jam Ebu Hurajra. Tha, po na i thojmë, tha, ka një herë grave tona, Zoti ti kur s'ta fal. Ose ju thojmë vladve kur nervozohem, ti Zoti s'ta fal, s'ka me të shtin xhenet kur. Folim kësi fjalë. Edhe na këtu, edhe na shqiptarët folim kësi fjalë. Ja Allah. Tha Ebu Hurajra, ai plaki më mjekër në xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O filan, mësim edhe juve po ju tham, na për mësime kemi ardhur në xhamisët. Sa mos i thuj kuj ty Zoti s'ta fal kur, as s'ka me të shtin xhenet kur, se di. Tha, e kam një pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kam një pejgamberin, po tregon Ebu Hurajra. Kanë qenë dy shok prej Beni Israilve. Beni Israil, kombit Musës alayhi salatu wassalam, kanë qenë dy shok të periudhës tyne. Njëni ka qenë shumë adhurus, e ka adhuru Allahun xhalla xhelalu. Njëni ka qenë shumë adhurus, pe adhuron Allahun subhanahu wa taala. Ai shoku i vet jo shumë adhurus, edhe ka pak ka gjunahet si po toleron ka pak. Edhe një ditë ky adhurusi po i thot atij që po ban gjunahe, kish bani gjuna një ditë edhe po i thot, "Hey! Tha, di çka ke bota? Wallahi tha, ty kur Zoti s'ka me ta fal. Edhe kur në xhenet s'ka me të shtin. Çka ke bon?" Ai çka i tha ai? Tha, ti mos u përziq atje, tha, Zoti din, tha, mle mua Allahu, unë Allahu unë, tha, ti nuk e dish. Ja, tha, ti ke bo shumë punë të keqe, Allahu s'ta fal ty kur. Ky gaboj shumë, se nuk e dim në Allahu shka bon me robët e vetë. Jo qonë Allahu xhalla xhelaluhu një mela që jo merë dyve shpirtat. Te dyve jo merë shpirtat, vdesin. Ati që bëj ke gjunahe në dynja, bëj ke tobe istikfar, bëj ke gjunahe, i tha Allahu subhanahu wa ta'ala, o robi jem, hin gjennet me rahmetin tem. Ja fali Allah i gjennetin me rahmetin. Allah i bonft rahmet edhe për neve, ja Rabbi. Se kret jemi insan gabimtar, të gjithë gabojmë. O robi jem, tha hitin gjennet me rahmetin tem. Këti qetrit që ishte shumë adhurus në dynja, tha ti, a munove, tha, me nalë rahmetin tem ndaj dikuja? Që i thëshë në dynja, ti a munoshe me nalë rahmetin tem ndaj dikuj? Mos më ke konkuruti mua në zot si lëk. Allahu ta i konkuron kush për zot. A ti tha, ti dashte rahmetin Allahut me lërgu për filanit?
Ta ja, rabi, ja. Ti suni konë kërësh Allahut, tha me lekëve fut në xhenem.